Një prej problematikave që prek çdo moshë, sidomos kohët e fundit, është obeziteti. Sipas specialistëve, konsumi ushqimeve kalorike dhe të pasura në sheqer sjell dëmtimin e enzimave përthithëse të insulinës në trup, duke shkaktuar shtim të madh në peshë. Një ndër zgjidhjet për këtë problem është edhe ndërhyrja kirurgjikale e bypassit gastrik. Doktor Çele Bahadir, pra Spitalit Hygeja, pas një operacioni të suksesshëm me pacienten e tij, na informon mbi këtë ndërhyrje dhe na tregon se kur duhet të kryhet ajo, e gjithashtu kujdesin që duhet treguar përpara se të vendosin për të ndërmarrë këtë hap. The operation was about an obesity case. She was body mass index, the index that shows us if the patient. Operacioni ishte mbi një rast obeziteti. Pacientja erdhi me një indeks të masës trupore 45, gjë që tregon se duhet të kryente ndërhyrjen. Ajo kishte provuar disa mënyra për të humbur peshë, por pa rezultat, e kështu ju nënshtrua ndërhyrjes së bypassit gastrik. Pacientes ju shpjeguan avantazhet dhe disavantazhet e këtij operacioni, dhe ajo vendosi të kryente ndërhyrjen. Ky operacion këshillohet tek pacientët të cilët kanë indeksin e masës trupore mbi 40. Përgatitja përpara operacionit është gjithashtu shumë e rëndësishme. Duhet të konsultoheni për pjesën endokrinologjike, kardiologjike, pulmonologjike, mentale, anesteziale dhe gastrointestinale. Nëse nuk kryen këto konsulta, mund të kemi komplikacione dhe për këtë arsye, ky proces duhet jetë shumë strikt. Ushqehuni shëndetshëm dhe tregoni kujdes me kalorit, e gjithashtu kujdesuni të kryeni analizat e duhura në kohë.